Nuk e njohu nënën e tij në rrugë, arsyeja preku zemrat e të gjithëve. Një moment I thjesht që zbuloi një histori shumë më të thellë se sa dukej. Një ngjarje e zakonshme në pamje të parë është kthyer në një histori që po emocionon mijëra njerëz. Ai kaloi pranë një gruaje në rrugë, pa u ndalur dhe pa e përshëndetur. Për ata që e pan, dukej si indiferencë. Por e vërteta pas atij momenti ishte shumë më prekse. Gruaja ishte nëna e tij. Takimi I papritur në mes të qytetit. Ngjarja ndodhi në mes të ditës në një rrugë të frekuentuar. Nëna e njohu menjëherë djalin e saj dhe u ndal, duke pritur që ai të kthente kokën. Por ai vazhdoi rrugën pa asnjë shenjë reagimi. Për një çast, ajo mendoi se e kishte lënduar ose se ai kishte zgjedhur ta ignoronte. Dhimbja ishte e menjëhershme. Por arsyeja nuk ishte ajo që mendonin të gjithë. E vërteta që doli më pas. Pak më vonë, familjarët shpjeguan se djali nuk e kishte njohur nënën e tij për një arsye të fortë dhe reale. Pas një periudhe të gjatë sëmundjeje dhe trajtimesh të vështira, ai kishte humbur pjesërisht aftësinë për të njohur fytyrat, një gjendje që e bënte të vështirë identifikimin edhe të njerëzve më të afërt. Ndryshimet fizike që kishte pësuar nëna me kalimin e viteve e kishin bërë momentin edhe më të vështirë për të. Reagimi që preku të gjithë. Sa po e kuptoi se kë kishte kaluar pranë, ai u kthye me nxitim. Përqafimi që pasoi ishte I mbushur me lodhë dhe emocione të forta. Nëna e tij e përqafoi fort, duke kuptuar se djali I saj nuk e kishte injoruar kurrë me qëllim. Mjafton të dish se zemra të njeh, edhe kur syt nuk munden, u shpreh ajo më vonë. Një histori që u shpërnda me shpejtësi. Ngjarja u tregua nga dëshmitar dhe më pas u bë virale në rrjetet sociale. Komentet ishin të shumta, me njerëz që ndanin histori personale dhe theksonin se nuk duhet të gjykojmë pa e ditur të vërtetën. Shumë shkruanin: jo çdo heshtje është ftohtësi. Jo çdo mosnjohje është harres. Një mesazh I fortë njerëzor. Kjo histori shërben.